Jam tani me një tjetër biznes, me një ndër bizneset i cili është edhe sponsor general, Glass Garden, kam pranë vetes menaxherin e saj, Arianin. Përshëndetje dhe faleminderit që i bërë pjesë e jonë. Faleminderit ju. Është kënaqësi të jem pjesë e Top Awards 2025. Dhe të jemi një nga sponsorët kryesorë më saktë. Kënaqësia është e gjitha jona. Do flasim sot pak për eksperiencën tuaj në treg, do flasim për Glass Garden në gjitha ato aspektet që tregohet edhe mund të na frymëzoj pak sa i takon edhe rrugës së tij të suksesit. Glass Garden është ideuar më pak në 2017, duke pas dhe fillimet e saj në 2017. Dëshira jonë ishte domethënë që të sillnim te klientit një hapësirë ku ndërtuar natyra me gastronomin, ku kishte një bashkëveprim domethënë të harmonishëm midis njëri tjetrit. Dhe këtu lindi ideja në një kopshti qeqit që nëse do ta përkthejmë në shqip domethënë, dhe duke përfshirë në të këtë koncept edhe pjesën e menuve dhe ushqimit, diçka bashkohore me produktet e freskëta, shihet Ka në treg Glass Garden. Flasim pak për eksperiencën. Glass Garden tashmë bën 9 vite në treg, ku çdo vit vjen dhe përforcohet akoma dhe më shumë. Cilat kanë qenë ato vështirësitë e para të startit tuaj, se ju jeni menaxher prej shumë kohësh në Glass Garden? Sigurisht promovimi, duke qenë një koncept komplet i ri në vitet në fillimet e saj domethënë, kur për pak njerëz ishte pothuajse e paarritshme pjesa e Glass Garden. Na u desh pak mund duke shërbyer apo duke rritur cilësinë dhe duke mbajtur shumë lart pjesën e shërbimit. Po sot, pas 9 viteve, çfarë e specifikon Glass Garden? Një nga pikat më të forta të Glass Garden është pjesa e gastronomisë, që ne vazhdojmë ta mbajmë në standarde shumë të larta. Që do të thotë, të flasim për gastronominë sot, domethënë vitet, sot, sidomos në pjesën e Tiranës, është në nivele shumë të larta konkurrence. Dhe trajnimi një grupi për shumë vitesh që e shohim me përparësi këtë pjesë, domethënë na ka bërë që të jemi gjithmonë on top në pjesën e gastronomisë, por pa lënë pas edhe pjesën e shërbimit. Çfarë ftese do i bëjmë të gjithë klientave, njerëzve që na shikojnë në këtë moment, që duhet të përfshihen dhe të jenë pjesë e Glass Garden? Unë mendoj që të gjithë do ta prekin pak një herë Glass Garden. Nga pjesa e organizimit, që nga hyra, që nga shërbimi, që nga facilitetet, që nga pjesa e degustimit, që nga atmosfera, që nga pjesa e qetësisë që ofron ajo sallë, ai kopësht, ai ambient, dhe ato ndriçime deri te detajet e pjatave. Ne të falenderojmë shumë që je pjesë e Trend Awards 2025-s dhe patjetër që jemi në finalen e Trend Awards. Kënaqësia është gjithë e jona, dhe jam i lumtur dhe ju falenderoj për ftesën, edhe që u bën pjesë të jem një nga sponsorët në këtë Trend Awards 2025. Faleminderit.